Greqia dhe Turqia po përpiqen të rikthejnë komunikimin politik në nivele më të lartë, teksa nga kjo e hënë Ankara do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Suprem të Bashkëpunimit Greqi-Turqi. Ky mekanizëm konsiderohet si një platformë kyçe për të adresuar çështjen e hapur mes dy vendeve dhe për të shmangur përshkallëzimin e tensioneve në rajon. Sipas organizatorëve, në këtë takim pritet të marrin pjesë edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis. Dy liderët mund të zhvillojnë gjithashtu një takim të posaçëm dypalësh në një moment tjetër me synimin për të diskutuar drejt për drejt çështje më delikate që prekin sigurinë dhe bashkëpunimin mes dy vendeve. Mbledhja zhvillohet në një klim të ndërlikuar pasi tensioneve të hershme në detin e Egje u shtuar së fundmi edhe një debat i ri. Javën e kaluar, Turqia përdori sistemin e navigacionit detar Navtex për të paralajmëruar një rrezik sigurie dhe aktivitetet ushtarake greke në një zonë, një veprim që Athina e cilëson si përpjekje të valishme për të zgjeruar pretendime territoriale. Nga ana tjetër, autoritetet turke konsiderojnë këtë procedurë si rutinë dhe në përputhje me legjislacionin ndërkombëtar detar, duke mohuar se bëhet fjalë për provokim. Megjithatë, paralajmërime të ngjashme kanë shkaktuar edhe më parë përplasje diplomatike mes dy vendeve. Prej dekadash Athina dhe Ankaraja përballen me mosmarrëveshje të vazhdueshme për shfrytëzimin e burimeve natyrore, hapësira detare dhe zgjerimin e mundshëm të ujrave territorial në Egje. Në kuadër të doktrinës së saj ushtarake, Adheu Blu, Turqia pretendoi një hapësirë të gjerë detare mbi 450.000 kilometra shkatror përpara Bregdetit të saj, pretendime që kundërshtohen fort nga Greqia. Takimi në Ankara sheh si një përpjekje për të ulur tonë dhe për të rikthyer dialogun diplomatik në një kohë kur stabiliteti në mesdheun lindor mbetet thelbësore për sigurinë rajonale dhe marrëdhëniet mes dy aleatëve të NATO-s.